Mbrëma të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, ethet e progredit Superligës po vazhdojnë me ndeshjen e radhës, ndeshje ndërmjet Trepçës dhe Vllaznimit, tashmë kur gjithçka ka filluar të nxehet. Po i shohim skuadrat e fundit të tabelës që kanë momentumin e tyre definitivisht dhe kanë filluar, nëse mund të themi, befasit. Dy ndeshje mbrëm përfunduan me fitoren, fillimisht pam duelin ku Rahoveci e befasoi liderin Bashkimin e më pas edhe skuadra e Borës arriti fitoren ndaj Sigal Prishtinës, ndërsa do të shohim sonte a do të arrijë Vllaznimi pas fitores së madhe ndaj Bashkimit me rezultat 70-74 tam poshtë edhe Trepçën. Po e shohim rëstirin Gashi Aliti, Pejn Arsanagic, Henry Tuna Zekici, Tmusic, Hajrizi Brown Amzil dhe Kapiti, në krye me trajnerin Adis Beqeragic, ndërsa në anën tjetër trajneri i ri i Vllaznimit, Kapic, luan me këtë përbërje Reed Bedra, Weri, Krismajli Helms, Ani Zekici Kushi, Kolimerio, Dedushaj Dasulja dhe Singu. Për deri sot tek skuadra e Trepçës vazhdon të mungon Sean Jones për shkak të lëndimit, edhe tek Vllaznimi sonte ka mungesë
ku nuk do të paraqitet Jor Anej, pra mungon në përbërjen e kuqëzinjëve, po e shojmë edhe trajnerin Rajko Krivokapic që erdhi dhe debutoi me fitore, pra fitore e madhe ndaj Bashkimit, ja shkaktoi humbjen e parë liderit skuadra e vllazнимit, ndërsa sot para publikut të vet që po e shohim një numër të konsiderueshëm të pranishmit, do të kërkon fitoren ndaj Trepçës që në anën tjetër arriti ta mposhtë Go Plus Pejën, ndeshjen ku ju revanshua, nëse mund themi, pasi që skuadra e Pejës e kishte mposhtër në duelin e parë që u zhvillua në Mitrovic. Edhe kjo ndeshje ishte para parë të zhvillohet në Mitrovic, por nëse si që mbani mend, pra ndeshja e parë në mes të këtyre dy skuadrave për shkak të problemeve me palestër u zhvillua në minatori në Mitrovic dhe tashmë edhe pse sot Trepça është vendase, zhvillohet këtu në Shaninushi në Gjakov. Gjithçka gati për të startuar, i pam edhe 5 startuese, po Gjakovi Payne, Sek Henry, Mikajlet Mushic, Drilon Ajrizi, Chad Brown startojnë të skuadra e Trepçës në anën tjetër të vllaznimi. Është Reed Werrick, Jerry Cole Helms që po e shohim në plan të parë, Samir Zekiqi dhe Ron Dasyla. Pra rikthimi i Helms gjithashtu ka qenë vendimtar për skuadrën e vllaznimit në duelin kundër Bashkimit, luajti me 22 pikë e 10 kërcime, ndërsa pa tjetër duhet theksuar edhe debutimin perfekt nga Henry, edhe pse vetëm këtë javë u bashkua me skuadrën, ai ishte më i miri ndaj Pejës, ku luajti me 23 pikë, pati 4 asistime dhe 4 kërcime, duke që Adis Beqiragish tashmë e ka në skuadrë një lojtar që po i mungon të skuadrës së Trepçës, një skorer si që është Henry, dhe do të shohim si do të vazhdojnë tani më kampionët në fuqi. A do të arrijnë të marrin fitoren këtu në Shaninushi, apo vllaznimi do të vazhdon me paraqitje të mirë edhe me fitore. Shohim Brown dhe Samir Zekiqi që do të kërcejnë për topin e parë. Topi parë në duart e Jerry Cole Helms, që luan 1-1 me njerë në shkuar deri në fund. Vim pikë të para nga Helms. Gjakovi Payne, Drilon Ajrizi, Tejper, Ajrizi, sheh Henry të ligjë të gjuan për 3 pikë, nuk është i sakt. Ka faul. Personalja e Mikajlet Mushic. Momenti personales Mushic ndaj Ziggy Reed. Werrick të Helms. Ndarje në gjysmë distancë, edhe një herë Jerry Cole Helms, edhe një herë i sakt. Serin prej 0-4 të Gjakovarive në start të përballjes. Payne. Ajrizi, Chad Brown, i rëshqet ajton Dasyla, top të vjedhur niset në kundërshtojnë Jerry Cole Helms. 6 Trepça 0. Furrishëm starton Helms edhe sunte. Henry. Duke që ka prekur Helms, do të vazhdon t'i takon skuadrës Trepçës,
Që edhe Mutepo I kërkon pikë të para. Payne nga gjysmë distanca realizon për pikët e para të skuadrës së Tripçës. Warwick. Ziggy Reed, para ti Drilon Ajrizi. Ziggy Reed, deri në fund shkon. Është ndalur me personale, topi do t'jetë anash. Teksa po e shohim trajnerin Kapi që kërkoj që t'jenë 2 gjuajtje të lira, gjithsesi. Personalja ka qenë më parë. Simin gabuar I Warwick, I pavëmendshëm Samir Zekiqi në anën tjetër Drilon Ajrizi, edhe ai gabon. Dasyla bukur tek Samir Zekiqi, asiston për serim prej 8-2 të vllaznimit në start. Ajrizi, 1-1 me Helms. Eviton duelin Drilon Ajrizi, që I realizon pikë të tij të para. Të të Tripçës. Warwick. Reed. Topi tek Marquez Warwick. Gjen korridore, shkon deri në fund. Gjitha I bëri mirë. Nuk e lëshoi atë mirë në fund. Texas Henry në anën tjetër nuk pason mirë. Vazhdon pronësia të jetë në anën e Tripçës. Vjen Chet Brown me një ngulitje për të ngushtuar Eversin në vetëm 2-16. Warwick. Helms, personalja e Mikajlet Mushic, e dyta e tij. Ishte momenti I personalet së Mikajlet Mushic ndaj Jericho Helms. Gritet me njëherë batën tuna për të zëvendësuar tullet Mushic. Helms. Reed. Gjysmë distancë ngalet Ziggy Reed realizon. Edhe ai shtohet në listën e realizatorëve në këto minutat e para 60. Jacob Payne humb topin në anën tjetër. Topi treti humbur I Tripçës në minutat e para. Helms gjuan për 3 pikë. Jerry Cole Helms është ndalur me personale në tentimin e tij për 3. Da shohim edhe një herë. Ky është momenti I personales, kontaktit Henryt me këmbë ndaj Helms. E shohim Adis Beqiragiqin super të nervozuar. Thot që nuk ishte faul. Realizon Helms. Liga 7 e tij. 3-3 ishte paraprakisht nga loja. Para se të kuqa treshin. Ndalë me personale. Sakte edhe një herë. Nuk ka bën asë nga vija e gjuajtjes së lirë. 8 nga 12 pikët I ka realizuar Jerry Cole Helms. Edhe të tretën e realizon 100% I saktë edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. 6-13 Jacob Payne. Henry. Drilon Ajrizi gjuan për 3 pikë realizon. Ajrizi 9-13. Warwick. Vjen topin të këta syla. Edhe njerë Warwick. Reed.
Warwick. 5 sekonda deri në përfundim të aksionit, do të gjuan për 3 pikë. Warwick nuk është i saktë, por sheni Ziggy Reed e mori kërcimin. Nuk arriti ta kontrollon topin, edhe një tjetër top i humbur i Mitrovicasve. Batëntuna pasoi gabim, teksa Driljan Ajrizi shkakton faull. Tjetër personale nga Mitrovicasit. E dyta është edhe e Driljan Ajrizit. Teksa që lën nga vija e gjuajtjes së lirë. Kez Warwick që te vllazënimi tashmë po luan me mesatare prej 21.3 pikëve. I saktë është edhe në të dytën. Zëvendësimi 2 fish tek Trepça. Amzil dhe Kapiti në lojë. Ajrizi dhe Brown do të ulen. Normalisht i ul edhe Tmushiqin edhe Hajrizin. Adis Beqeragic pas 2 personaleve duhet i ruan për më vonë. Henry. Olli Samir Zekicit. Payne. Henry. Kthen topin tek Zachary Payne. Kapiti do të gjuan në sekundën e fundit të aksionit, nuk arrin të realizon. Ziggy Reed me i larti në kërcim. Tek Warwick. Tasyla, edhe njerë Warwick. Reed, avërti Amzil. Ziggy Reed, 1-1 me Amzil. E fiton duelin. Realizon Ziggy Reed. Edhe njerë e marin topin Gjakovarët. Warwick do të shkon deri në fund, realizon. Super të motivuar Gjakovarët në këtë përballje. Dhe tashmë e kanë krijuar edhe përsim prej 10 pikëve, 9-19. Aty ku e lanë me bashkimin, po vazhdojnë. Ku që zinjët 5 topa të humbur të Trepçës në këto minutat e para, definitivisht janë vendimtarët për këtë përsi prej 10 pikëve të vllazënimit. Rikthehemi pas këtij tajmauti. Shojma do të ketë përgjigje tani skuadra e Trepçës. Henry tek Amzil, Tuna. Batëntuna tek Dardan Kapiti. Faull i Samir Zekicit. Payne top tek Mustafa Amzil, cili nuk është i saktë, por është aty Batëntuna që merr edhe njerë topin. Zachary Payne. Henry të gjuan për 3 pikë.
Nuk është i sakt. Zach Henry. Syla. Helms. Vën edhe njerë topin tek Warwick që nuk është i sakt për 3. Edhe njerë me kërcim batën Tuna. Amzil. Jackery Payne bukur lirohet, shkojnë deri në fund. Nga gjysmë distanca për të realizuar ta identike se ku i realizoj ato pikë të para në këtë përballje. Në anën tjetër, kuq Jerry Cole Helms, hira e parë që gabon në tentimin e tij për 2. Amzil. Jackery Payne ndalet për 3 pikë. Nuk është i sakt. Topi në duart e Dasylës. Reed. Foul Payne ndaj Jerry Cole Helms. Sa përgatitet të futet në lojë Adnan Aslanagic. Të vjet në lojë në vend të Zach Henry, që sot nuk e nisi mirë këtë përballje, e në anën tjetër përshojmë edhe ati koshin që futet në vend të Samir Zekicit, si edhe Ziggy Reed e lë vendin për Leo Colimerio. Realizon Helms. Edhe njerë nga vija gjuajtjes së lirë, 4-4. Edhe njerë i sakt. 11 pikë tashmë të Jerry Cole Helms. Payne. Tuna. Tek Aslanagic. Amzil në anën tjetër. Mustafa Amzil. Dhe në fund nuk është i sakt. Helms e merr top. Dasyla. Faul nga Aslanagic. Tentoj që të nxjerrë faul në sulm, gjithsesi nuk arriti të vendoset në kohë. Aslanagic ishte në lëvizje. Ndalje me personale rënd Dasylën. Tashmë në bonus është skuadra e Trepçës. 5 personale ekipore. 2 të lira të jenë për rënd Dasylën, që është i vetmi që deri në këtë moment nuk ishte realizuar nga 5 e pare skuadrës së vllaznimit. Pika e pare ti, 2 asistime, 1 top të vjedhur, super aktiv është në mbrojtje rënd Dasyla, që do të zëvendësohet Jon Ismaili në lojë në vend të tij. Me të vërtet shumë aktiv në mbrojtje, duke i ndihmuar në vazhdimsi bashkëtarët e tij. Rënd Dasyla ullet për të pushuar. Aslanagic tek Drilon Ajrizi që u kthye. Në anën tjetër batën Tunën që realizon për dyshe në fakt e pas ka shkelur vijën, nuk është treshe. 13-23. Warwick. Jon Ismaili. Tek ati koshi që do të gjuan për 3 pikë me të futur në lojë. Kapitini realizon për 3 pikë. 13-26. Aslanagic nuk shkon pasimi i tij. I gabuar për Dardan Kapitin. Në anën tjetër, kundër sulm, ati kushi me asistim pas treshës. Ja servon atop Marquez Warwick që realizon 13-28. Qerek i pari dominuar plotësisht nga vllaznimi, vjen tresha në anën tjetër për të përgjigjur Jackery Payne.
16-28. Smiley të Warwick. Edhe njëherë ati koshi nuk është i sakt. Hellum si vëmendshëm për të e vazhduar posedimin skuadra e vllaznimit. Do gjuan për 3 pik. Jericho Hellums. 16-31. Pa faul në anën tjetër. Colimerio e ndal me personale Payne, ndërsa Warwick do të ullet, Reed kthehet e do të kthehet edhe Mikajlet Mushic në vend të Batentunës. 5.7 sekunda. Bukur ai top tek Dardan Kapiti. Super asistim i Aslanakis në anën tjetër. Jericho Hellums gjuan për 3 pik, nuk arriti të realizon. 18-31 në të mirë të vllaznimit. Mbyllet 10 minutë i parë me këtë super aksion të skuadrës së Trepçës. Me të vërtet një 10 minutësh fenomenal me dominimin e vllaznimit, por gjithsesi Trepça do të ketë përgjigje. Para se të shkojmë me marketing, i kemi dyshën e gjyqtarëve këtu. Ajden qa, kam vendos me andru tekstin kongës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti bu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam ti. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Tashmë gjithçka gati për vazhduar edhe çereku i dytë i përballjes ndërmjet Trepçës e vllaznimit. 19-31 lojë fantastike e vllaznimit në 10 minutat e para, por po besoj që Trepça nuk do të rrenë duar kryq, do të ketë përgjigje. Vjen një tjetër aksion i bukur. Payne për Chet Brown, që me ngulitje e përfundon aksionin. 21-31. Ati kosh i bukur tek Ziggy Reed e than mbrojtjen e skuadrës Trepçës. Joni Smiley ka gabuar në hapa. Top i humbur i Smileyt. Tek Drilon Hajrizi që gjuan për 3 pik. Realizon Drilon Hajrizi.
kur i duhet Trepçës normalisht që del në skenë. Startojnë Mitrovicasit furrishëm në çerekun e dytë me 5 pikë të shpejta për ta shkrirë avantazhin e Gjakovarëve dhe me njëherë kërkon time-out trajneri Rajko Krivokapić. Kthehemi pas time-outit. Vazhdon me presionin mbrojtje që nga fillimi. Trajneri Adis Beqiragić. Ati Kushi. Topi vjedhur i Drilon Ajrizit 2 herë pasi njëjtë nuk shkon nga Ati Kushi. Aslanagić ndalet me personale nga Kushi. Topin e loj Aslanagić për Gjekovi Payne. Ajrizi deri në fund, Drilon Ajrizi. Edhe një herë është i sakt. Pika e 10 e Drilon Ajrizit. Disponuar në loj. Helms e ka presionin në topin të Kian Ismaili. Ismaili këthen topin tek Ziggy Reed. Nuk shëllon për 3. Kontrollon gjithë shka Drilon Ajrizi. Ajrizi edhe një herë kësaj rade nuk është i sakt. Chet Brown lufton, por përshqetaj top Helms me lëvizje të bukur vet. Deri në fund realizon edhe një herë. Jericho Helms. Drilon Ajrizi për të përgjigjur në anën tjetër. I thot Helms. Nga dalë se edhe më te jam këto. Fenomenal Drilon Ajrizi teksa personalja i tret. Shte Mikajlet Mushicit duhet ullët, ndërsa do të ullët edhe Jan Ismaili. Kthejë në loj edhe Warwick, si edhe Samir Zekici. Ne shohim realizimin e Helms dhe përgjigjen e me një hershme të Drilon Ajrizit. Nuk ja lejon shkëputjen Gjakovarëve. Helms. Samir Zekici realizon për 3. Samir Zekici me pikën e 5 të ti, timi i ti i parë për treshe. Tuna tek Drilon Ajrizi. Ajrizi ka faul nga Ziggy Reed. 13 pikë në total të Drilon Ajrizi, që ka edhe një kërcim, një asistim, një top të vjedhur. Do tjetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Fantastik Ajrizi. 7-5 është nga loja. 3-3 për treshe. Vetëm 2 herë ka gabuar në tentimet për 2 pikë. Qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë. 14 pikë të ti për të mbajtur në lojë skuadrën. 30-36.
i saktë edhe një herë. Drilon Hajrizi. Reed. Tek Warwick. Marquez Warwick. Ka presionin e Slanagicit, topi shkon tek Atik. Koshi që gjuan para Chad Brown. Realizon edhe një herë Atik Koshi. Pika e 6 dhe treshja e 2, Drilon Hajrizi për të përgjigjur. Nuk ka si të ndalet sonte Drilon Hajrizi. 4-4 për treshe. 18 pikë të Drilon Hajrizit. Është personalja e 3 të Drilon Hajrizit. Duket që vetëm personalet mund të ndalin shpërthimin e tij sonte. Warwick nuk qëllon. Chad Brown ishte më i lartë në kërcim. Arslanagic ndaljet me personale nga Atik Koshi. Duhet ullet Drilon Hajrizi, pas personalis e ti të tretë. Pra edhe Hajrizi, edhe Tmushic, probleme me personale. Arslanagic, Henry. Sek Henry. Dërsa tashmë edhe Atik Koshi ngarkohet me personalin e dytë. Është momenti personale së kapitenit të skuadrës së vllazënimit. Rënda Syla do të thehet në lojë, ulet Atik Koshi. 6 pikë realizoi 2 treshe, por u ngarkoha me 2 personale. Brown. Arslanagic. Henry, bukur tek Chad Brown. Ato të diskutueshëm nuk i lejuan depërtimin Chad Brownit. Shohim me njerë 2 vishimin nga Helms. Topi do t'i takon skuadrës së vllazënimit, që ka pësuar një goditje në gjurin e tij Jerry Cole Helms. Gjysmë disnajt sa do të gjuan Helms, sa i radhe jo. 16 pikë të ti, 18 të Drilon Hajrizit. Dyshja që po shkëlqejnë sonte. Sa ka personale ndaj Chad Brown. Personalja e Dasylës. Qëllon Chad Brown nga vija e gjuajtjes së lirë, pika e 5 të tij. (35, 39). Deri në fund. Shohim që edhe një herë bashkëveprimi i Arslanagic me Brown. Dhe plotësisht në lojë është Trepqa 38-39, 5 minuta e 30 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Me të vërtet lojë fenomenale sonte në Shani Nushi në Gjakov. E nisi vllazënimi furrishëm në qerekun e parë, ndërsa po e shohim përgjigja
erdhi me një herë në qerekun e dytë nga Trepça. Shpërthejnë Mitrovica si të udhëhequr nga Drilon Hajrizi me 18 pikët e tij, 19-8 në këtë qerek. Shohim vazhdon presionin në mbrojtje e skuadrës së Trepçës. Arrin të mban posedimin nga Syla, lopin tek Warwick Colimerio. Warwick. Zekici për 3 pikë, nuk është i saktë kësaj radhe, por mungon mbyllja e lojtarit të Trepça. Ziggy Reed në mesin e 3 lojtarëve të Trepçës e mori atë të vazhduar sulmin e skuadrës. Reed nuk është i saktë, por Colimerio vjen për ta përmirësuar, realizon për 38-41. Arstanagic tek Brown, edhe njerë topin e duar të Adnan Arstanagic. Ani tjetër tek Batën Tuna. Vazhdon të mban pronësin e topit skuadra e Trepçës. E ndalin gjithsesi gjyqtarët do të i kemi këtu për të rishikuar edhe njerë momentin e fundit. Ishte përfunduar koha e aksionit skuadrës së Trepçës, teksa shohim sa lehtë lirohet aty Marquez Warwick. Ka Syla. Warwick. Edhe njerë tek Samir Zekici që nuk qëllon për 3. Me lartin e kërcim Batën Tuna. Henry. Gjuan për 3 pikë. Henry është i sakt. Vjen treshja e tij e parë dhe barazimi i parë në këtë përballje. 41-41 plotësisht kthehet në lojë Trepça. Ziggy Reed bukur shkon deri në fund. Ebërësia më e thellë e Gjakovarve shkoi deri në plus 14. Henry tek Tuna nuk është i saktë për 3 pikë. Reed blokohet nga Dardan Kapiti, ka faul.
Do t'jenë 2 të lira. E realizan Reed nga vija e gjuajtjes së lirë. Edhe një herë është i sakt. Dyzet 45 lehtë shkëputën Gjakovarët. Ta do të kemi treshën nga Henry. Jo, por edhe një herë batën tuna me kërcim në sulm për të vazhduar aksionin e skuadrës së Tripçës. Jackery Payne. Dardan Kapiti edhe një herë në sekundën e fundit të aksionit, por kësaj radhe është i sakt Dardan Kapiti. Warwick. Da Syla për të përgjigjur, nuk është i sakt. Henry me larti në kërcim, bukur e shen në kundër sulm, batën tunën që realizon. Tashmë Tripça e merre përsinë e parë në ndeshje për 46-45. Shpërthejnë Mitrovicasit në qerekun e dytë. Me të vërtet lojë fantastike në Shaninushi në Gjakov. Da Syla. Faul i tunës ndaj Kolimerios. Topi do t'jetë anash. E shojmë Adis Beqeragicin që jep këshillat batën tunës. Nuk i pëlqeu mbrojtja e tij paraprake dhe personalja që e shkaktoi, ndërsa Kolimerio u zëvendësua me Jerry Cole Helms. Warwick. Gjysmë distanca, nuk është i sakt. Payne. Dalim në gjysmë distancë. Jackery Payne e realizon. Tashmë ka filluar që Tripça të shkëputet në rezultat. Kërkoj këto faul Marquez Warwick. Por gjithë shka e pastër si pas gjyqtarëve. Warwick. Helms. Gjuan nga gjysmë distanca. Faul. Sek Henryt, super i nervozuar në këtë moment, me këtë personale. Do ta shojmë edhe njerë. Prekje shumë e lehtë nga Sek Henry që nervozohet goxha shumë. E shojmë edhe njerë. Kemi time-out të kërkuar tashmë. Ndërsa janë edhe 1 minutë e 13 sekunda deri në përfundim të pjesës parë. Rikthehemi pas time-outit. Free throws player, so we got focused on how you say on the free throws on the back south. Then we go here, we go again.
Jericho Helms në vijën e gjuajtjes lirë. 16 pikë të tij, 5-5 nga vija e gjuajtjes lirë. 3 kërcime. Qëllon Helms. Edhe njëherë i pagabueshëm nga të lirat, por të pagabueshëm janë edhe të asyla. Edhe Warwick, era e parë që nuk qëllon. Edhe Reed. Deri në këtë moment ishin 12-12 lojtarët e vllaznimit nga gjuajtjet e lira. Kuqja e parë. Tuna tek Payne. Gjekovi Payne tek Button, Tuna tenton nga ana e kundër të realizon, por ndaljet me personale. Është personalja e Jericho Helms. Qëllon Button, Tuna nga vija e gjuajtjes lirë. Pika e 6 të tij, 5 kërcime, 1 top të vjedhur, 7 pikë të Button Tunës. 49-46, 50 në falni 46. Kur kemi hyrë në minutën e fundit të pjesës së parë. Jericho Helms. Reed. Ziggy Reed. Qua nga gjysmë distanca, nuk është i sakt. Payne. është dalë mësojmë të zgjatur. Gjekovi Payne. E qenë depërtimin bukur. Realizon. 52-46 për mbysje totale nga Drepqa. Jericho Helms në anën tjetër nuk qëllon për 3 pikë. 33 pikë të realizuara nga Drepqa në qerekun e dytë, e ndaljen vllaznimin në 15 që i kishte realizuar. 31 pikë në qerekun e parë. Me të vërtet lojë fantastike në pjesën e parë. Një qerek i parë, plotësisht i vllaznimit, e i dyti, plotësisht i Drepqës. 18 pikë nga Drilon Hajrizi në 10 minuta e 30 sekonda, shkëlqeu Hajrizi. Gjithsesi u desh të zëvendësohet për shkak të 3 personaleve në anën tjetër tek vllaznimi. Fenomenal ishte Jericho Helms me 17 pikë. Të nderuar shikues, shkojmë me pak marketing për të u rikthyer me pjesën e dytë.